përplaset me uniformat blu ishin sot shumë agresive, uniformat janë tregu shumë pa drejta, i kanë kap Dilmoqa që na kanë ardhur në shtetin nga Durrësi, i kanë futur fugon dhe i kanë dhunu. Për këtë do përgjigjet policia e shtetit sepse nuk ka asnjë të drejtë të dhunoj protestuesit. I ka kap, i ka hedh në fugon, nuk i ka fut si njerëz normal, i ka hedh çunat në fugon, si me qenë ne në fshat kur marrim një dërkucë hedhim ashtu. Ashtu i ka hedh policia e shtetit. Tani ne do vazhdojmë protestën deri në fund. Kjo tokë do ju kthehet rjollorëve dhe kjo nuk është e diskutueshme fare. Asnjë nga personat që mendon që këtë tokë mund t'ja marrin rjollorëve, mos flani qetë se nuk ka për ta gëzuar tokën tonë. Ne nuk do lejojmë. Shpresojmë shumë që SPAK-u ta marrin vërtet në dorë këtë herë çështjen. Shpresojmë shumë që Prokuroria e Shkodrës mos flej gjumë mami dosjen tonë dhe të na japi drejtësinë. Vetëm kaq kërkojmë nga institucionet, të japin drejtësi. Nuk është favor, nuk është asnjë gjë tjetër përveç se drejtësi. Falsifikimet i kanë në zyrë gjitha gjanat. Ne jena tu mbrojt pronën tonë, jena tu keq trajtuar pronën tonë dhe kjo nuk është as pak e drejtë. Policia e shtetit, shteti shqiptar duhet ju dalin në zot qytetarëve të vetë që janë në drejtën e Zotit. Jo të marrin në mbrojtje kriminela. Kjo është një thirrje shumë e madhe që kam për Prokurorinë e Shkodrës. Heto dosjen sa 1 minutë më parë. Mos lejo që të përkeqësohen gjanat në këtë vend. Situata është e caru, ne jena caru, jena sulmu nga policia, jena sulmu nga njerëzit e Fatmir Shpellzës dhe normalisht edhe na kena një pikë kusose durimi. Ndaj Prokuroria e Shkodrës do jetë institucioni i parë përgjegjës në qoftë se ndodh gjë minimale në rjoll. Një katastrofe që ka populli i rjollit. Ju pe shihni vetë se çfarë po bën policia në këtë popull, që nuk e ka bën as Iran as Ukraina, se ka bën në Iranin, çfarë të bën policia e shtetit në këtë popull. Këre ku kena drone huaj si na i kanë thyer kamën, në zonja. Ta hapin kamerat aty. Këre ku si s'mund luj venit. 2-3 veti ka marrë policia kot. I bajmë thirrje dhe i hesh SPAK-ut. I bajmë thirrje gjykatë Shkodrës. I bajmë thirrje ministrit dhe kryeministrit Edi Rama. Që na i hekin ta kriminela politik për këtu, se ne po na sjesin punë e po na shkallbojnë e po na lënë në rrugë madhe. Neve gjithmonë i parë fjalë me ato letra. Letrat e din tonë bota se i kena të rregullta. Kur letrat na i kena të rregullta, se s'vjen vetë bashkimulaj e mu marrë me këtë popull. Edhe i herë, urdhoni policë, urdhoni njerëzit që i kanë kapë, se s'pa kena nevojë mu bë komente na, se si i kanë kapë për fshan, e çka kanë bën ne, e çka do të bëjnë ne. Ne s'do të lëjmë vendit. Kjo tokë nuk do të lëshohet. Sot 5 vjet. Asnjë reagim. Ne kena të ftuar në emisionin Opinion përballë Fatmir Shpellzës, ku doli me za me figurë mashtrimet që ka bë, falsifikimet që ka bë, letrat fotokopje që kishte asnjë origjinale, nuk ditë se kush ja ka dhënë. Mbrojti vetëm një alibi varrezat, alibi atij e varrezave që pretendon, varrezat i keni aty, mundi me shku me i pa. Gur që ka venos Fatmir Shpellza nuk janë gurt origjinal që kanë me shekuj, që na kena pas në bord dhe i kena leju. Po të kishim pas në gjë me varrezat, i kishim heq me kohë se kena me shekuj këtu. Dhe Fatmir Shpellza nuk ka as edhe një dokument. Ndaj pretendon vetëm varrezat, sepse ka falsifiku gurt. Ka pru dhe jeshtat e të parve i ka fut aty, me mendimin që na do kërkojmë një test ADN. Po ka harru Fatmir Shpellza se kur kërkoj testi ADN, bat edhe një ekspertizë tjetër që verifikon se nga ku kanë ardhur ta koca, ku janë kalë dhe gjitha gjanat i nxjerr ekspertiza. Urojmë shumë që prokuroria të merret edhe me këtë gjë, se me lut me eshtrat e të vdekunve është edhe një krim tjetër që kanë bën njerëzit që kanë falsifikuar letrat e kësaj toke. Për sa i përket policisë shtetit, policia e shtetit duhet kishte kanë atë ditë në borrin e klanit, nuk ka kanë asnjë. Ata kanë dalë në pretendimin që më kanë sulmu djalin, e kanë ndajtur natën të trauma me djalin, ka dalë në kamerat e klanit se kush ka sulmu ka. Ata kanë ardhur, na kanë bërë pritë, na kanë hinë, na kanë dolë me të parë, ata na kanë bërë pritë të dera klanit. Po tash unë nuk e din nëse kjo është më polici shtetërore, mua më duket si polici private e Genërdyshit, edhe Fatmir Shpellzë të mbrojt ata në letrat e falsifikuara. Po të ishte polici shtetit, të paktën do kishte bërë një hetim për gjitha pretendimet që na kena për falsifikimet e letrave dhe do kishte folë të paktën si është drejtësia, se policiu unë e di që është për me mbrojt qytetarët ndaj krimit, jo me mbrojt kriminalat përpara qytetarëve. Hey, një njerëzit futën pronat e tyre! Filmojni,
jeni shqiptar, mos jeni shqiptar. La policia krimit, ju vjetë ju sot kanë i pushtimu. Stop puna paritore! Stop puna paritore! Gelirim otomat boşun bayrosu. Ordoni, policia shtetit, si vjen ambulanca edhe si ka bëhet. Ordoni, një femën e përdhënuar nga policia edhe e nxirrën njunin. Ashtë nun policie, nun policie. Mosta prek me to shqiptarin! Mosta prek me to shqiptarin! Mosta prek me to shqiptarin se shto vet shqiptarin! E ti, Mario! Nuk e një asit drejti ndalon! Unë familja, unë tani si mori herë. E ti, Mario! Po ndalonim njerëzit të futen në pronën e tyre.